Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani, wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani, wa ashhadu an la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lahu ta'dhiman li sha'nihi, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahun azza wa jall e lavdrojmë, ata falenderojmë, e madhrojmë Allahun, krijuesin e gjithësisë, mëshirëplotin, mëshirbërësin, sunduesin e ditës së gjykimit, dërsa salavatet dhe selamet i dërgojmë pejgamberin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, edhe sonte do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës. Për sonte kemi zgjedhur komentimin e një hadithi jo shumë të gjatë, të cilën transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se i shkatruar qoftë robi i dinarit, i shkatruar qoftë robi i dirhamit, i shkatruar qoftë robi i kadifes, i shkatruar qoftë robi i mëndafshit, transmetim ka ardhur, i shkatruar qoftë ai i cili domethënë lidhet me diçka që shtrohet, domethënë edhe merr si shtroj, i shkatruar e i përbuzur qoftë, e nëse edhe me një therr gjemb goditet, mos pas mundësie me u largu. Në anën tjetër, vazhdon hadithi dhe tregon rastin e një njeriu tjetër, i cili e ka marrë për litari kalin për të luftuar në rrugën e Allahut azza wa jall, i cili ka flokët e shprishura, e i ka këmbët e plurosura, e nuk e ka dert nëse e qesin me rujt roje, ai është në roje, krye detyrës, nëse e lajnë në fund të ushtrisë, ai aty i qëndron, edhe nëse kërkon leje me hyjtë dikush, refuzohet, nëse bën ndërmjetësim te dikush, edhe ai ndërmjetësim nuk i pranohet. Kjo është hadithi, domethënë, që transmeton Buhariu në Sahihun e tij, që është hadithi vërtet, që tregon realitetin e dy njerëzve, dy qasjeve dhe dy qëllimeve të njerëzve të ndryshëm. Një person e ka qëllim dynjan, edhe ka qëllimin kryesor. S'po them se njeriu tash më mendu që ne po flasim që njeriu të largohet tërësisht prej dynjas, edhe mos punon për këtë dynja, edhe thjesht mos të interesohet për nevojat e tij, në qoftë atij personale apo familjes së vet. Nëse kjo nuk kërkohet fetarisht, nëse Allahu azza jall kur ka folur për xhumë që duhet më ju përgjigj ftesës, ka thonë fe idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dhe kur kryhet domethënë namazi, domethënë mbredhni, shëtetni, gjallënoni në tokë në rrugën të Zotit dhe kërkoni rrezikun dhe mirësinë e tina. Fem shufi menakibiha, domethënë shkoni mbi tokë, cilën ja ka bëu Zoti, domethënë të shesht për të punuar në të. Thjesht që njeriu të kërkojë rrezikun, punon për të, edhe thjesht të këtë dunjan në shërbim të vetin, mos t'i bëhet dikujt i nevojshëm, kjo është e kërkuar fetarisht. Edhe kërkun nuk gjen domthonë në shariatin tonë që vjen thjesht njeriu të thuhet mos puno, bëhu i varur për tjetrit e kështu me radhë. Mirë po, ajo që kërkohet është që mos mu bë abdu dinar, mos mu bë njeriu rob i dinarit. Apo që ka në hadith tjetër të vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la taj'al ad-dunya akbara hammina, mos na bë zot dynjan ton qëllimin kryesor tonin. Që njeriu kur të bën qëllim kryesor, mo as nuk e kqyr çysh e fiton, nga fiton, as domethënë nuk është në gjendje me sakrifiku çdo gjë për të, nga se lidhet për të,
edhe thjesht bëhet rob i saj, që në qoftë se çush ka ardhur vetë në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë se jepet diçka për kësaj dunjaje, ai është i kënaqur. Runa Zot, më ndodhe kundërta, ai më herë fillon domethënë mërzitet, e hidhrohet edhe thjesht domethënë shfaq revolt. E se si bëhet njeriu domethënë rob, na shumë njerëz tash jem të jetuar në këtë kohën e materializmit, besoj që ndoshta nuk është shumë e paqartë me tregu se çysh bëhet njeriu rob, se me të vërtetë domethënë të gjithë në forma tjetër veç kemi filluar me ranë në këtë grack, edhe pse dim se kjo është fitnë që ka pranuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ju që nga pasuria dhe nga gratë është evidente, mirë po ju në të mos që njeriu që është besimtar, thjesht mu zhyt edhe me ranë domethënë në këtë provim, se fatkeqësisht ka njerëz me të vërtet e kanë bë edhe si lloj adhurimi këtë punën e parës. Kam dëgjuar për njerëz që qatë shumë e dojnë parën, sa që ai pagun, po kur pagun, nuk don me pagu kesh, pagun me kartel, ose e shtrun çekun kur do me pagu, se thjesht kur te ka parën dorë i dridhet dora me nxjerr për xhepit vet. Fatkeqësia, edhe pse realisht kjo është çështje, nuk është puna vetëm të këto shembuj që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çoft dinarin i cili është prej domethënë arit apo argjendit, i cili ka qenë prej domethënë dirhamit, i cili ka qenë prej argjendit, ose këto domethënë rrobat nuk i ka cekur që me thonë vetëm kush lidh mas në 4-5 gjërave, po i ka dhënë si shembull me tregu se njerëz lidhen mas çështë kësaj dunjas. Dikush mas parës, tash ka njerëz lidhen mas veturave, dikush lidhen mas shtëpisë, dikush mas rrobave, të shihni tash kohën bashkëkohore njerëz vetëm të kthyer modën cila është më e reja. Edhe ka prej tyre që nëse e vesh një rrobë, domethënë mo nuk e vesh për zdytje, thotë ja se realisht më kanë pa tjerë domethënë që i mvesh me ta. Ose realisht çka është i dhënë i preokupuar pas dunjas, edhe pas domon dukjes së tij, kalon me orë domethënë pasqyre, duke kthyer çka me veshë, si po duket e kështu me radhë, a me i thon fali domethënë 2 recate, falin në namaz sabahit, apo nëse thotë je se s'kam vakt. Je se domthon po merr kohë e kështu me radhë. Faktikisht që kjo është ajo që po e thojmë na njeriu kur realisht takfurullah bëhet rob i dinarit edhe i dunjas dhe i pasurisë kësaj bote. Fatkeqësisht, domethënë thash njerëz të jenë evident, edhe tash gjithë kemi si rastesh kur njerëz të jenë të dhënë në formë si me bërë nga Zot këto çështje, edhe si më adhuru dikon tjetër përveç Allahut azza wa jall. Unë kam dëgjuar realisht ka njëri që dashurohet ndoshta ndonjë një femër, e thot tek kisha dash Zotin qyshe du ty, shumë më mirë i kisha pas punë. Astaghfirullah, e ka te i kalu, domethënë ajo dashuria e insonit edhe dashuria ndaj Allahut azza wa jall. Përmendet thot tek kisha dash Allahun qysh du ty, i kisha pas punë më mirë. Astaghfirullah. E që e thot Ibn Taymija kur fol sidomos këtë hadith, qysh njeriu bëhet me të vërtetë rob dikujt tjetër përveç Allahut azza wa jall, thot domethënë se realisht njeriu bëhet në rob në dy anë. Rob derisa të e bën qysh me arrit me e bë, e masanina kur të bën rob bëhet për zdyti se tutet që pe i hub masandej. Faktikisht në herën e parë është gjendje çdo gjë me sakrifiku, që thojmë guri slem pa rrotullu, pavarësisht çfarë rrugë, atë halalet atë haramit me arrit të ajo, masandej mendon që e ka pronë edhe e ka posedu, qoftë ai pasuri, qoftë ai shtëpi, qoftë ai vetur, qoftë ai gru, masanej faktikisht është ai azabi i dytë, ai dënimi i dytë se kur të lidhet zemra për dikon tjetër përveç Allahut, atëherë tutësh që e hub, po djegët, po të shkon e kështu me radhë, e kur në rahati, pikërisht që shkon në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë që është e lidhur me këtë dunjë, nëse jepet është i pajtuar. Nëse jo, atëherë më herë nervozohet, hidhrohet, edhe shpreh domethënë mos pajtim, edhe pse dietarët më së miri kanë thonë është për qëllim domethënë nëse i jep Zoti është i kënaqur me Zotin, si jep Zoti realisht domethënë nuk dëgjon me dëgju, nuk don me dëgju për urdhat që vijnë nga Allahu azza wajal, apo është fjala edhe për njerëzve që shkon kohën e pejgamberit sa son për munafikëve,
ka thonë minhum men yelmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idha hum yaskhatun. Më thonë, ka prej tyre munafikëve që të çartojnë edhe përqeshin çështën e sadakas, mirë po nëse jep ti prej tyre, ata janë të kënaqur. Me bë mos më dhon, me herë shet domethënë që hidhrohen edhe i çojnë hunë që thojmë ne, atë se faktikisht qëllimi i tyre dhe prekupimi i tyre është dunjaja edhe lidhja për të derisa i bë rob janë gjendje edhe nderin e tyre, edhe fjalën e tyre, edhe këtë çka e shet që është vlerë të ai moralin e tina me shit edhe me në përkëmb për me arrit në atë që faktikisht ju ka lidhë zemra edhe e ka bo zot përveç Allahut Azza wa Jall. E këto janë të ndryshme, janë të shumta. Tash i ka përmend disa shembuj, po ka plot raste edhe jashtë kësajna që me tregu se njerëzit çysh kanë mundësi më lidh e që realisht tash kur bësh shëbi kësaj kështu më radh fatkeqësisht atëherë mo ti nuk je të kontrollu zemrën, nga se zemra tu ka lidhur për më tepër se diçka. A përkundrazi atij i cili zemra e tij është lidh vetëm me një Zot, edhe me të vërtetë është veç rob i Zotit, atëherë ka cek rastin e këtij personit i cili thotë ka marr një kalje për domethënë jele që i thojmë na për litari, flok shprehur, këm pluhrosur, qofse e qesin me rujt, çati është rrin, qofse çet në fund të ushtrisë, çati rrin. Mirë po gjendja në këtë dunjë është që nëse kërkon me hin leje dikon, nuk e pranojnë, nëse ndërmjetëson për dikon, nuk e pranojnë, edhe pse fatkeqësisht kjo është gjendja e shumë njerëzve në këtë botë. Domethënë ka njëri elhamdulillah çash është i bereqetshëm, robi Allahut Azza wa Jall, domethënë faktikisht është i dobishëm ku të qetësh punon. Qëllimi i tij është me kon razi Zotit me ta. Qëllimi i tij është që me kon Allahu Azza wa Jall i kënaqur me ta. Qëllimi i tij është që me kon thjesht në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, thjesht me kon atë që Zoti për çka ka krijuar me khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Thjesht me kon jeta e tij në përputhshmëri me mësimet e Allahut Azza wa Jall. Kjo është qëllimi i tij. Nuk është më rëndësi domethënë se çfarë pozite e qesin, a ja shkruajnë emrin kur të prezantojnë me të vogla, a thirrën me titullin që e ka marr, apo ja përmendën edhe emrin që faktikisht ashtu se thirrën as vllaznia e tina, për to kur far përshtypje nuk i bën ajo punë faktikisht se atë që e bën nuk e bën për insanin, nuk e bën për interesa kësaj dunjaje, mirë po e bën vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Nëse çet me rujt, edhe pse domosdoshmë çështja e rojës, domosdoshmë sidomos në luftë nuk është për tu nënçmuar e përbuzur se ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Zoti domethënë zjarri i xhenemit nuk e di ka sy i cili domethënë run në muslimanët dhe run në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Nuk është për tu përqeshur, po zakonisht njerëz domethënë mendjet e tyre këto profesione me rujt, edhe nëse është luftë me met në fund të ushtrisë, domthonjë që zakonisht nuk një kërkosh që mbledh do far sana që ka ju bin ushtarëve të tjerë, por sana nuk është që thjesht i llogaritën si domethënë vende strategjike që faktikisht bojnë që me kon me autoritet të njerëzit. Mirë po ai i tillë është, se thash nuk e ka jetën e insanit, nuk e ka jetën me këshur se çka po mendojnë njerëz për të, pa lavdrojnë, pa nënçmojnë, mirë po ka qëllimin me arrit kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall, edhe praktikisht tash nëse troket derë dikujt si ja çel derën, nëse ndërmjetson nuk i pranohet ndërmjetësimi, ata shumë ka njerëz të tillë që realisht janë të përbuzur të nënçmuar këtë dunjë apo spaku thënë më të panjohur këtë dunjë, mirë po te Allahu Azza wa Jall kanë pozitë tjetër, e ka njerëz fatkeqësisht që kanë mundësi me pasë edhe emër dhe autoritet në këtë dunjë, mirë po të dyert e qiellit emri i tij nuk kalon. Se ka në hadith domethënë pe njerëzve të tjerë, domethënë që njerëz ndoshta që janë të përbuzur në dyert e njerëzve në këtë dunjë, mirë po nëse kishim me bë diçka, Allahu Azza wa Jall bën atyre se kish me domethënë me ndodhet diku ndërta asoj që bojnë be, po kishim ja realizu bën e tyre apo nëse. Po nëse thjesht nuk pranohet ndërmjetësimi i këtyre në këtë dunjë, s'do të thonë që nuk do të pranohet ndërmjetësimi i tyre nesër në ditën e gjykimit për ata persona të cilët janë besimtarë, mirë po kanë mëkate, kanë nevojë për me ndërmjetësu dikush që mos me u dënu nesër në zjarrin e xhenemit. Ajo që duhet njeriu si përfundim këtij hadithi, sepse ka njeriu që ka të flet për to shumë,
është që me i ditë, dhe më thonë qëllimet një jetë, atë për çka është kriju, çka është roli i dunjas, sidomos se Sheikhul Islam Ibn Taymija ka një shembull çështja e dunjas, ose çështja e gomarit, qofse njeriu ka nevojë për një gomar me i bajt senet e veta, do të thonë që duhet mu dashurun gomar. Sa i prapa gomar, edhe pse ka cekë disa shembuj të tjera, por nëse në faktikisht këtë dunjas, po them që duhet njeriu me ja kthy shpinën as mos me punuar për këtë dunjë, me kry nevojat tua. Mirë po, përdore atë sa ka nevojë njeriu me përdor, ama kurse si me leju që ajo çështje me të hynë zemër edhe me të kontrollu, edhe fatkeqësisht ti mu bë thash rob i kësaj dunjoje apo të mirave të kësaj dunjoje. Pra thjesht di se çka është qëllimi. Nuk është dunjoja qëllim, që dunjoja është mjet, ndërsa ahireti është qëllim, edhe për atë duhet me punu, mirë po edhe një realitet që për e cekë, sidomos këtë pjesën e dytë është se njeriu duhet me qenë i thjesht, njeriu nuk duhet me kërku autoritetin, njeriu duhet me qenë shërbim në fesë tina, muslimanëve në përgjithësi, edhe thjesht mos me kërkue për punë të mira që i bën këtë dunjë shpërblim të njerëzit, mirë po me prit shpërblimin të Allahu Azza wa Jall. E realiteti është se, domethënë qysh e ceka, shpesh këta njerëz të cilët domethënë këtë dunjë nuk vlerësohen, edhe nuk ju çelën dyert, nuk pranohet ndërmjetësimi te Allahu Azza wa Jall, kanë një pozitë tjetër. Mirë po, ajo që duhet me kuptuar për kësaj është se nuk do të thonë që gjithmonë kanari është i njëjtë si te insensit e Zotit. Te ne kanari është që kush është i bukur, kush ka pasuri, kush ka autoritet e pozitë, faktikisht aty i çelën dyert. Mirë po jo domosdoshmërisht edhe te Allahu Azza wa Jall ku me pas këtë pozitë. Apo qofse thjesht ne kanari është që ai i cili është i varfër, ai i cili domethënë nuk ka autoritet e pozit, me koni për buzën, dhe me thonë që me njëtin kanar është çështja te Allahu Azza wa Jall, se përkundrazi këta te Allahu Azza wa Jall kanë pozitë të madhe, edhe kanë vlerë të madhe, edhe thjesht të tillët njeriu duhet edhe na mi respektu, që mu mundu edhe kanari jonë me konë, domethënë përputhje me kanarin e Allahut Azza wa Jall dhe me atë si vlerëson Allahu, edhe veprat edhe njerëz. Unë shpesh e ceku atë rastin e çështjes së Ramazanit, të ne era këndshme e pakëndshme e gojës së xherusit, këtë dunja për neve është pak e neveritshme, po te Allahu Azza wa Jall është me e këndshme se era parfumit, se nuk është vlerësimi i njëjtë si te Zoti si te na, edhe për çështjet veprave, edhe për çështjet e individëve. E pra njeriu është mirë që me i koordinu që qëndrimet edhe vlerësimet edhe të njerëzve, edhe të veprave me i bën përputhshmëri me vlerësimin e Allahut Azza wa Jall, qofse dojnë me pas, domethënë gjykim të drejtë, e lutem Allahun Azza wa Jall që të na bën prej atyre që e kuptojmë realitetin e dunjas dhe ja dhajmë hakun atë sa e meriton, edhe nuk i ka falojmë kufit, domethënë në të e bëjmë atë mjet për ahiret, e kurse si qëllim e cili na kontrollon dhe bëhem rob të tij. Lutem Allahun Azza wa Jall që na përmirëson neve gjendjen tonë, familjes tonë dhe shoqërisë tonë. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.